Studentët e etur dhe kurioz për të mësuar ishin të parët që mbushën sallën e eventit Lifestyle Conference 2025, i cili u mbajt këtë javë në zemër të Prishtinës, duke e shndruar kryeqytetin në epicendrën e ideve inovative dhe frymëzuese për një jetë më të shëndetshme. Pjesa tjetër e sallës u mbush me profesionistë të shëndetit, të cilët erdhën për të ndarë përvojën dhe ekspertizën e tyre, ndërsa të pranishmit dëshironin të informoheshin mbi shëndetin dhe mirëqenien. Ky event i jashtëzakonshëm që mblodhi në një qati profesionist, mjek dhe ekspert nga mbar Kosova dhe diaspora, për 5 orë radhazi ofroi njohuri, prezantoi mënyra praktike për një jetë më të balancuar dhe diskutoi rreziqet që sjell një stil jete i pashëndetshëm dhe ushqimi i papërshtatshëm, duke u dhënë pjesëmarrës dhe udhëzime të vlefshme për të gjetur harmoni midis trupit dhe mendjes.